Përshëndetje nga unë, Margarita. Sot doja të diskutoja me ju për trashëgiminë që prindrit u lënë fëmijëve të tyre. Në përgjithësi, prindrit përpiqen që gjatë gjithë jetës së tyre të krijojnë diçka për fëmijët e tyre, në mënyrë që fëmijët të jenë të sigurt për të ardhmen e tyre dhe të jetojnë më mirë se sa vetë ata. Tu lënë atyre një shtëpi, tu lënë në një dyqan, apo dhe një llogari bankare të mbushur plot për sigurinë e tyre. Por ajo që ka më shumë rëndësi është trashëgimia e vlerave të larta morale. Nëse një fëmijë ka ndershmërinë, nëse një fëmijë ka përgjegjshmërinë, ka vullnetin për të zhvilluar vlerat e tij, për të zhvilluar personalisht, për të krijuar aftësi që të marrë vendime të drejta në jetën e tij kur ai të jetë përballë vështirësive apo situatave të ndryshme në jetë. Të gjitha këto cilësi i krijojnë fëmijës një karakter të fortë që ai të jetë i përgatitur për të ardhmen. Dhe nëse trashëgimia materiale u krijon fëmijëve një rehati për të ardhmen e tyre, trashëgimia e vlerave të larta morale u krijon atyre rezistencë për jetën, rezistencë për të ardhmen, sepse ata, duke pasur një karakter të fortë, edhe nëse nuk e kanë pasurinë, ata mund ta krijojnë pasurinë. Por, nëse ata kanë pasurinë dhe nëse nuk i kanë vlerat e larta morale, atëherë ata edhe atë pasuri që ja kanë lënë prindrit, do ta konsumojnë shumë shpejt, do ta çojnë nëpër kazino, do ta prishin dhe do ta bëjnë rrushe kumblla. Kështu që më shumë rëndësi kanë vlerat e larta morale për krijimin e karakterit të një fëmije. Krijojeni këto vlera tek fëmijët tuaj, që ata të bëhen të fortë për jetën e tyre. Dhe krijojeni këtë kur ata janë madje të vegjël, sapo hedhin hapat e para dhe sapo flasin fjalët e tyre të para, duke treguar shembullin tuaj, sepse nëpërmjet shembullit tuaj ata do shikojnë se si duhet të bëhen në jetë. Fëmijët nuk shikojnë se çfarë u thua, nuk bëjnë atë që ti u thua, por bëjnë atë që ju bëni, atë që ju veproni. Prandaj, jeni të kujdesshëm dhe tregojini fëmijëve tuaj me veprat tuaja se cilët doni ju që fëmijët të bëhen në jetën e tyre. Këtë desha sot të ndaja me ju falenderoj që më ndiqni dhe ju uroj një ditë të mbar dhe më miropafshim nesër në live-in tjetër.